Allahu xhallahu ala të ndërmos ja unol njerëz ujin tokë. Qa bëhet? Po vëjtë tani na ta nolim ty, kënë nani Allah të zërë. Qka kimi nalë të atina për? Qka kimi bëhet e ati Allah? Kur gjëheq? Kur gjëheq? Dhe shika kjo pjesë e fundit që shpërfaq madhrin e Allah të bare kotala. Madhështin e ti, sa është godice për nefsin kuptim të pastrimit, mosh e zemër me qëta, wala je khafu ukbaha. Allahu gjellari dëna njerëzit, wala ju bali. Edhe farë për këtë, më honë Allah azugjel, kuptim që i takon Allah azugjel, që është na mu të përthim, nuk mërzitët. Absolut s'ka, as se kalkulen këtë punë fare, qka mund të me ndodhë bile, absolutisht. Andaj, gjdo vënim i dënimit, o veç nga rahmeti Allah të azugjel, vëllah, o veç mundësi që njerë më uzu, jo në kuptim të asaj që Allah pret moment dëvëlit shumë për te, jo, të gjitha momentet për Allah në dëvëlishme, të gjitha opcion për Allah në të hapar, të mundshme, as një opcion kur nuk humbë, absolutisht. As një moment nuk është ma i pavëlit shumë, për Allah në sësat jeti, kur? Kajtë në dëvëlishme, kajtë në të hapara, a i bënë që ka dënë. Andaj, kur Allah gjellohë të lërë me ndu dhe keqja në tokë, nuk ka pëse nuk dënë a i me ndërthy, nuk dënë pëse nuk mundet, lërga saj, por i ka zbit uzimet që ka duhet, na me buku ndu dhe keqja. E njerëzit në pamundësi me vepru vetë, edhe për me amnestu vetit në tyne, pastaj e bartin qërtimin të egzotit tyne. Edhe kjo është nga krimet madhore që njeri i papastruar, me mendim të keq për zotin e ti, e adreson të kryuës si ti Allah në rrutëm. E kjo është e të mërshme dhe është krim aftë. Dhe Allah tha, wala je khafu ukbaha. Allah azogjel, ai që e bën diellin e hanën e këto, i dënon edhe fara për këtë Allah azogjel, nuk ruhet kuptim të asaj se mund me ndonjë keqje. Nga kush? Kush ka mos i vodi çka apo?